Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Prej kohësh e mbaj në sekret, por kjo mask me 2 përbërës bën mrekullin në flokun tuaj. Kujdesi për flokët shpeshherë di të jetë një proces i vështirë dhe i mërzitshëm, pasi që përveç se duhet të siguroheni që keni flok të fortë dhe të shëndetshëm, duhet të kujdeseni edhe për shkëlqimin dhe për bukurinë tyre të jashtme. Produktet komerciale janë të shumta, megjithatë shumica prej tyre janë të mbushura me kimikate dhe si rrjedhoi, shumë femra nga ana tjetër kërkojnë alternativa natyrale për trajtimin e flokëve të tyre. Ne këtu do t'ju sjellim një recetë me 3 përbërës e cila do ju ndihmoj ju që të keni flok më të shëndosh dhe më të fortë. 2 nga përbërësit e kësaj recete janë kanella dhe mjalti, përbërës këta që për vite të tëra janë përdorur nga kompani të cilat prodhojnë produkte për kujdes ndaj flokëve. Mjalti është një nga përbërësit më të njohur në botë, si edhe ka një përdorim të jetë të gjerë. Tash e shumë vjet, mjalti është pjesë e pandashme e shumë prej trajtimeve natyrale të rutinës së bukurisë. Disa nga përfitimet që flokët tuaj mund t'i kenë nga mjalti janë: mjalti përmban vitamina, minerale dhe elemente të tjerë të cilët ushqejnë, riparojnë dhe mbrojnë flokët dhe lëkurën e kokës, stimulon rritjen natyrale të flokëve, riparon majat e çara, ndihmon në reduktimin e tharjes së flokëve, lufton rënjen dhe gjithashtu forcon rrënjët, vepron si qetësues natyral i flokëve. Kanella është e njohur për aromën e këndshme dhe vetitë e shëndetshme që ka, dhe si e tillë është një përbërës i cili mund të gjendet në shumë produkte të kujdesit të flokut. Mirëpo ajo që nuk e dinë shumë njerëz është që kanella vepron si një stimulues për kapilarët dhe gjithashtu si rrjedhoi përshpejton rritjen e flokëve. Kjo falë sasisë së madhe të enzimave, vitaminave dhe gjithashtu antioksiduesve që përmban. Disa nga përfitimet që ju mund t'i keni nga kanella janë: pastrimi i lëkurës së kokës dhe ruajtja e shëndetit të rrënjës së flokut, eliminim i zbokthit, shkëlqim i flokëve, riparim i flokëve të dëmtuar dhe gjithashtu kjo përzierje krijon maskën më perfekte të balsamit për flok të bukur. Kombinimi i këtyre 3 përbërësve ofron një trajtim të fuqishëm për flokët tuaj që përshpejton rritjen e flokëve dhe njëkohësisht ndihmon edhe në shtimin e shkëlqimit të tyre. Ndaj, në qoftë se kohëve të fundit e keni vërejtur që flokët tuaj janë bërë më të thatë dhe më të pajetë, ja vlen që ju të provoni këtë recetë. Përbërësit janë 3 lugë gjelle kanellë dhe gjithashtu 3 lugë gjelle mjalt, 5 deri në 6 lugë gjelle balsam flokësh. Përgatitja: përzieni mjaltin dhe kanellën në një enë derisa të krijohet një masë homogjene. Shtoni balsamin dhe më pas vazhdoni me këtë përzierje. Sasia e përbërësve të nevojshëm për këtë recetë është duke marrë për bazë femrat me flok të gjatë, ndaj nëse ju keni flok më të shkurtër, mund të përdorni sasinë e fituar me 2 aplikime. Përdorimi: aplikojeni përzierjen me brush ose krahër dhe siguroni që t'i mbuloni të gjithë flokët tuaj, mirëpo duke shmangur me shumë kujdes lëkurën e kokës, pasi që në këtë mënyrë mund të shkaktoni irritim. Nëse mendoni se është më e lehtë, aplikojeni përzierjen duke përdorur duart dhe trajtojeni flokët duke i bërë masazh. Për rezultate sa më të mira, mbështilleni flokët me një qese plastike dhe mbështilleni pastaj edhe me peshqir. Lëreni përzierjen që ta kryejë punën e vet për rreth një gjysmë ore. Pastaj largojeni peshqirin dhe lëreni qesen edhe për rreth 3 deri në 4 orë.
para se ju t'i shpëlani flokët. Për shkak se ky është një trajtim natyral, rezultatet që ju do të keni mund të mos shihen menjëherë, pra keni nevojë që ta përsërisni trajtimin. Receta gjithashtu funksionon për të gjitha llojet e flokëve, veçanërisht për femrat me flok normal dhe njëkohësisht të yndyrshëm. Në qoftë se keni flok të thatë, mund të shtoni edhe një lugë gjelle me vaj ulliri. Flokët janë shumë të rëndësishëm për çdo femër dhe shpesh për shkak të erës, diellit, ujit apo faktorëve të tjerë të jashtëm, ashtu edhe të brendshëm, flokët dëmtohen, dobësohen dhe bien. Në këtë video, ne do t'ju njohim me maskat të cilat kanë efekte të mrekullueshme për flokët dhe që janë tepër të lehta për të përgatitur sigurisht në kushtet e shtëpisë. Maskë me avokado. Maska me avokado është perfekte për të kuruar flokët e thatë dhe të djegur, pasi jep flokëve butësi dhe shkëlqim. Grini në mikser një kokër avokado dhe përzieni me gjysmë gote qumësht, një lugë gjelle vaj ulliri ose një lugë gjelle vaj bajame. Aplikojeni maskën në rrojnë të flokëve dhe më pas lajeni pas 15 minutash. Maska me vezë. Maska e vezës është hidratuese për flokët, duke qenë se ajo është e pasur me proteina, ushqen rrënjë dhe njëkohësisht të rrimë këmbë, flokët e dëmtuar apo të djegur, ndërkohë që B12 ndihmon në rritjen e flokëve të rinj. Rrihni një të verë dhe veze me 2 lugë gjelle vaj ulliri, një filxhan qumësh dhe një kokër limon të shtrydhur. Aplikojeni maskën në rrënjë të flokëve dhe më pas shpëlajni me ujë të ftohtë pas 15 apo 20 minutash. Maskë me kos. Nëse flokët tuaj kanë humbur gjallërinë nga ndotja e tepërt apo nga produktet kozmetike që përdorni për stilimin e flokëve, maska me kos është ideale për ju për t'ju dhënë flokëve të gjithë shkëlqimin e munguar. Merrni gjysmë filxhani kos dhe filloni të masazhoni flokët me ngadalë. Lëreni maskën në flok për rreth 15 deri në 20 minuta dhe më pas shpëlajni dhe lajni flokët normalisht me shampo. Maska me banane. Sipas ekspertëve, banania është e pasur me vitaminë A, E dhe C, të cilat ndikojnë në përmirësimin e yndyrës tuaj në skalp. Sipas ekspertëve, për përgatitjen e kësaj maske ju duhet që të grini 2 banane dhe më pas t'i përzieni me një lugë gjelle vaj ulliri, një lugë gjelle vaj kokosi dhe sigurisht një lugë gjelle mjalt. Lëreni këtë maskë në flok për 5 minuta dhe më pas shpëlajni atë me ujë të vakët. Flokët tuaj nga ana tjetër do të shkëlqejnë dhe do të zbuten shumë më shpejt. Maska me vaj arë kokosi. Vaj arës së kokosit është perfekt për flokët e dëmtuar apo edhe të thatë. Për përgatitjen e maskës ju duhet që të ruani proporcionin 2:1, vaj kokosi dhe vaj ulliri. Gjithmonë sipas sasisë që ka nevojë flokët tuaj, aplikojeni maskën dhe mbulojeni me një qese dushi sa kohë të dëshironi. Më pas, lajni normalisht flokët me shampo dhe shpëlajni mirë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!